Ky podcast është vetëm për të rritur. Pastaj janë edhe politikanët që vinë kërkojnë vota, po jo vota nga unë, kërkojnë të bëjnë nuska dhe të ra dhe rituale që të vërsul gjindet partisë kundërshtare. Fusa ka, do patakseni. O që ka dhe Trasno qoj madruvo. Atëre filloj me njerë me kontrabilen. Vetëm duhet t'i përzihesh mirë se të gjithë njerëzit kanë shumë qef kur përzihen mirë Andresa. Ju keni parë si për bravo, ja kështu i futuar të Andresa, me ndryshimin e vetëm që ti këtë bardha e ka të zeza. Që arditi që është Trasno qoj madruvo. Porti. Po, e dëgjova online, pra nuk e dija sa është vërtet. E vërtet e ishte plako që merrin një indian, një indi, edhe e lynin plako me Rachel. me Dhe gjak gjithë mizat edhe shkonin. hanin. Gjithë mizat shkonin ke indiani me Rachel, dhe këta lozin po pa i pisku mizat fare, no? Si po, se buri, shumë e bukur kjo. Nuk mersi do të një, Ja nuk mërshin dot. Doni vetëm një jo nuk mersi indian. do një indian me reqe. Po sikur të jetosh plako çdo jetë të mundshme. Mendo sikur mund të jetosh çdo jetë të mundshme. Çdo njeri në planet, ti do jetosh, pra nëse ti vdes, ti do mund të ringjallesh me atë që ti ke vrarë. Për shembull, je një vrasës në këtë jetë, ti në një moment do jesh ajo goca që ke përdonuar, ai mashkulli që ke vrarë. Oh libertà, divina libertà. Quiero salir y no abre la puerta. Në falenderoj duke abonuar në Patreon, sepse vodka shkon me limon dhe ujë kushimin e ndërron, por zakoni se harron. Ale Lucifer, Që bon mërë ku je mërë Malagata. Malagata, apo vjen me pi kafe më? Po tjetër mërë si keni njërë të një uj. Kam qenë mirë, plako pi ka e gëzuar, vetëm tao. Rufite qik, rufite. Churururu chuchu. Kënë ka Nëse si lëve kafe po pinë, apo jo? Po, patjetër që po pi prej kafeje. Që bët, si e? Hey, Gjon, je i rob që do të them podcast, për që nuk besoj do na vi. Gjësë interesante, plako, që dhe ishe kurios për këto, që ka ndodhur me botën. Që ka në botë? 5 persona që komandojnë gjithë këto familje të mëdha, që janë mbi Rockefellerin e mbi Rothschildin e janë mbi këta. Këto janë Maja, këto janë ajo Maja e syrit piramidës. Pra janë 5 familje, plako 5 persona që Maja, kontrollojnë si. çdo gjë, plako kontrollojnë Rockefellerat, Rothschild. E ke pasur dikur ka pasur që Rockefellerat, Rothschild kontrollonin gjithë, Po, ashtu ka qenë Rockefellerat kontrolloshin gjithë, por. edhe Rothschildet ishin natë, Edhe rrupçatët, po, normal. edhe Rothschildet. Edhe sponsorat, si ka Po. sponsori. Po Soros. problemi është plako që Sorosi, po. Mhm. Po tani Por që ka kam 5 mbi veta. këta. Që ka Mhm. 5 veta mbi këta. Janë grupa, besoj, kështu si Backstreet Boys do të jenë apo. Po, NSYNC quhet. Ata kontrollojnë gjithë botën. Po kush janë do thosh, ata të shohim kod. Se di. Pjesë janë, pjesë kanë qenë gjithmonë. Këto janë shumë misterios të njerëz, domethënë, këta nuk i dihet as çfarë amerikan nga çfarë parare kanë, domethënë vetëm që janë Nuk është që janë 5 dia. Kjo është shumë kështu As mosha nuk e di. po reassuring, domethënë shumë interesante. Nuk dim asgjë për këtë. As Po ti nga familja. ore, lejt ku i di unë tani zonë. Ore, as silueta nuk ja di më. Nuk dim asgjë, plako. Nuk e dim as që Po as ekzistojnë. janë, as gjeni, fix fare, as ekzistencë nuk e dim. Por dim që janë mbi këta. Po, dim që Janë janë Maja e këta dhe që Majas. ekzistojnë. Piramidës. Po, Po. Po. Po, e di se. Nice. Po. interesante. Aha. veta. Ti vetëm se ku jetojnë. Ku jetojnë? To jetojnë në Kret, të Greqisë. Që ka këtu apër parë? Normalisht me këtë votë me Po shqiptarë. që janë tu me gjithë në Ja shqiptarë më plak ti Jetojnë do këtu- nishu. Ku jetojnë në Sazan? Po qa bëjnë atë? Sa mirë. Po qa bëjnë? Se me që ka tonë? Po. Nuk e dinë nga janë tonë. Nuk Nuk kemi kemi ndonjë ata informacione. me vajte me ishull ata plak që mund të gjehen, e kupton? Po, Ta që nuk edhe i në di ishull- kush janë. Në Po, ishull ti që vetëm s'ka ku emër për jetojnë. shembull. Në ishull që nuk njihet? Jo. Kret. Jo, Kret. vetëm Qa Janë- bëjnë aty dhe kot? nuk e di, Po interesant. plazh gjithë. Po. Pa- Ata janë të padukshmit fare që nuk dalin s'kan kurrë. S'kan dalë asnjëherë. Kurse Rothschild në ofendat i kthimi kemi parë një edhe Po kanë dalë për s'ke. shembull, Backstreet Boys, Beyoncé, Ata, Jay-Z. po në plazh Të dalin? s'keni në për duk nuk. Po në plazh Jo, dalin? të s'dalin.
Dalin atë plazh. Po pse kanë shkuar në Kret? I pëlqen. Tani vetëm që shika, Ujë. ata kanë një krem. Kanë një krem blaqë që e lyn trudhin edhe i kap dielli. Një dielli si ka, po nuk thye dot as rrezë e dritës. E kupton, janë të pa Edhe depërtueshëm. nuk i shef dot, Pa ai kapshëm, lahet pse mos pa i imagjinueshëm. peshkaqeni, nuk e shef as peshkaqeni. Vetëm peshkaqen e ka pa, që ishte me sy, peshkaqen 800 vjeçar, më i vjetër peshkaqen. Thonë Po. legjenda. Po. Vetëm ai ka pa. Po dhe i pa nga Jo, det tok më. ja ti i plasi syri, banesh me sy si xhiban. Po. Në plasë syri i keqi. Kishte një kapsullë në dorë peshkaqen. Po, I po. plasi. Nëse Ma dhe si sa në shpuna. gjë, ka pas edhe i qik. Pas patet e tyre se si janë. Rockefelleri është i Amerikës, Rothschildi është i Anglisë, njëri më ka gjysmën e botës, tjetri ka gjysmën tjetër të botës, po që janë të dy bashkë formojnë dy pjesët e Kurse këto kanë gjysmën tjetër të plot. Botës, Jo, botën se e më tre vjen, gjysmë. këto kanë gjysmën, Rothschildët kanë gjysmën, Rockefellerit kanë gjysmën. Këto Po kanë këto Amerikën, çakajnë, këto kanë Anglikën. këto pesë pleqë që janë blerë në Kretë. Këto që po lundën vinon në Kretë. Çakarin nga këta zotërit. Pa imagjinueshme. E të bë shumë pyetje Pa e parë, arritshme. po më pëlqen se këto kanë gjysmën, po këto kanë gjysmën. Kanë prekshme. darë ato plaj me leja në ul, ka thënë hajde ndajmë gjysmë për gjysmë te portokall. Hajde lym botën shtë jo. Po kena mosh në me lytë botën shëkar. Hajde lym botën. Atë janë në Kret gjithë ditë, ata kanë 5 pleqë në Kret, plagë që po lodhin botash njëri tjetër. Po, çat bën hajde. Pizza pas ka akoma. edhe këta janë mbi këta. Këta pesë. Jo pesë, këta pesë. Prap. Po pesa. Dalin dorë me pesë, sa thellë që, sa thellë që kanë të punë. Po në Shqipëri kanë qenë ajo. Janë shumë të se di, thonë re. Pyetje bukur kjo, pyetje me vend. Po që thonë të drejta ti sigurisht. Një gazetari shumë e lartë. Pyetje me vend kjo, a ka qenë? Po, s'dua tani Si. të tregoj shumë, po kanë qenë në Shqipëri, le të themi, Si. dhe le të themi janë Arvanitas. Okej. Po, le ta themi. Po si jemi të sigurt, ëh, se Po, janë imagjinojmë. pa prekshëm, pa kapshëm, pa imagjinueshëm. Pa Sigurt. çmokshëm. Sa i përket të Gjermetës dhe Jorviliajt, kërkoj publikisht pra i kërkoj spakut Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, prokurisë së përgjithshme, edhe ambasadës terroriste amerikane, terroriste britanike, se ju ngjelet hadri nëse nuk i quhen terroristë dhe nëse nuk u zë emrin. Kërkoj që të transparencë plot, të gjen ata mënyrat me video, me kamera, se sa herë dërgohen në sallë të gjyqit, të shfaqen në kamera, pasi është shumë vështirë besojmë që kriminalët të tillë, terroristë të tillë britanik të mbahen në qeli çoft dhe një orë të vetme, ha. Pra ky dyshon që Jon Velia mbahet në qeli plaku, ky mendon që janë lajmet që thonë që është qeli, po ata e lënë të lirë. Kështu që të duhet të survejohet me kamerë që gjithkohë është live plaku, që të shohësh ti që ai është në Birut. Thonë që ai është në Kret. Thonë, nuk e di se e vërtet. Ai me katër shokët e tij. Me katër çuna që me grupin e gatshëm. Se di. Është ai, është si ka Ardi Gjebrea, që komandon botën. Si lidhë, Po, ai edhe diamanti blu. Duhet një dorë Po, femër. normal, po, diamanti blu. Po, dëgjoj. Është të ardhur është një lojë, por vetë se kërkoj që të vëdet në sa të gjyqit të transparencë plot, pra thjesht ne kërkojmë që fizikisht ata janë aty apo janë aty, kërkojmë që 3 herë në ditë paktën që regjimi Pak 3 herë në ditë. Paktën njerëzit e shohin me ushqyetje apo ha. janë aty. Ata Po, tipi një Big Brother aty në qeli, mundësisht. Po, mund Ah, të me abonim, dhe me në mikrofon. mujor vjetor, Ta dëgjojmë nuk se është e ka çfarë. shumë rëndësi. Se masish po ton ju në gjë. Bravo. Po pra, ne jemi aty. Bëjmë tek Dirama, Dirama çka ka thënë ky? Ja ose Salën. Shive Salën çka ka thënë për ty. Çfarë tha për ty bëçi. Tiranës, Ka i do apo dhe këto institucionet e tjera që i lartë përmenda, të bëjnë të mundur që ne t'i thothin 3 herë në ditë, a janë në burg apo s'janë. E di që kjo është e vështirë, e di që kjo është vështirë, të kjo është një dosje teatrale, një sallë gjyqi teatrale, jo keni pasë si akuzohet Jon Velia, jo ka bërë fustane, jo ka bërë çorape. Pra janë akuza. E kuptova vetë. Ky është thjesht qytetar i thjeshtë. Bukur ishte kjo. Më pëlqeu gjithë kjo kërkesë që kishte bën dia. Çfarë vërtet? Po e bukur është tani imagjino ti ke pa edhe gjyqin e Johnny Depp, e ke pa te Netflix. Pse mos sa ke edhe shumë e vërtet. gjyqin e tij aty, Shumë. ta hapësh Netflix plako edhe çofsh Jon Velia.
Per. Tashi faqja My Home Laçi. Kisha Laçi. Unë ka qenë 10 vjeç, krahu këmba nuk kam pas fundin në fare. Qa? Tashi 10 vjeç nuk I punonte krau dhe këmbë, plak, ka shku ke kisha Laçi. Shkreta. Nga si mami e babi këtu, edhe unë ka qenë rruga vitën më përpara që s'kishte fare makina të lartë. Që vinim në përgur, kam zbrit nga shtëpia këtu të taro kisha Laçi të zënë dimotet, edhe me gishtat e babit kësë, atë isha gishtat e babit nga lumëtëria që unë po hec. Edhe pse e pabesueshme, E vërtet. por deri diku e vërtet. Jo, ky Mund ta provojmë që dhe. Një histori më interesante gjë. Mrekulli ndodhi. Duke qenë se shtetet janë për të gjithë, ne shpresojmë që kemi një ndihmë edhe nga ai. Përveçse, ky është I besimit musliman, po me që vendet e shenjta janë për të gjithë, kemi nevojë që një mbështetje edhe nga ai. Ka vjen për nga Zoti tjetër. Si. Do të bashkë fuqinë e Zotra. Shto bloz me 2 pota. Shumë mirë, bravo. Shumë mirë, më pse jo. Shumë mirë bono. Po. Duke filluar që me vajzën e madhe, që është 13 vjeçë. E kena ardhur 3 motrat në Sev Light. Kena ardhur, vazhdimisht, unë kam ardhur në kotën verit një fjalë, po mos e. Edhe në kotën verit, ku ka qenë veç gurë atje, kam as. Unë për veten time kam pas momentime se tash më ka vdek, po ka qenë. Po ka vdek sepse s'erdha I vit, se po të kisha ardhur vit për vit, s'ishte vdek nona ime. Po qelloi edhe vitin dolën ca gjona që sikisha me nona. Edhe jeta atje di si është jeta. Po shisa çfarë bota një bokish. Ktu ka qenë gur, po tani është bokish. Po nëse. Nëse interesant, ha? Po mrekulli ndodhin profeta. Do të besosh gjithmonë që pa dietri. ëndrat janë për ëndrimtarë. Kjo çfarë është kjo video? Kot. Ju jeni përdoruesi I alkoolit? Nuk është asnjëherë përgjigje drejt, është gjithmonë dëgjoj çik. Ti e përdoruesi I alkoolit? Dëgjoj sekond, një herë ti je që boke. Se çapi është puna jem. Ka edhe njerëz. Unë jam djali më I mirë në Delvin, mund të vesh pjesësh. Mund pjesësh që në Delvin jam më I miri. Edhe? Unë edhe ujin e pija të ngrohtë të thotë. E që do thot me këtë? Që kam alkoholin. Aha, është byllë komplet, cis. Ka dalë fjallë që ti I pin. Jo, unë do kuptoj, por a I vija... Unë djali që puna bën medicinale. Ajo do të kuptoj, po ai djali vjen medicinali. Po gazetarë që do që merë këtë një tërbi këtë alloshin. Jo, cice, më thuaj, është e vërtet që I pje, po jo, ka gjithi pianecin më të më lokale. Edhe kështë do të ke lokal pianecin nuk e di. Por ai është në shtëpi, po flasim në Skype. Çfarë thua më? Po për çfarë bëhet gjithë intervista, po nuk e di. Nuk e di për skena, janë sekret. E di më. Ato 5 tipat atje në Kret ato kanë. Kret, do e di me makinë. Nëse ishte interesante kjo se kur do ta bëjmë në një podcast ta. Ako. Me një tjetër më. Do të bëjmë edhe një podcast në çfarë kjo. Po mos më alkoolin për këtë. Ja tash ta bëjmë një tap. Ja man, se bëj shaka. Doli para ai tipi plako. Doli para ky tipi që më që kemi postuar herë që bote ishte magjit, që bote magjit ishte magjit e njerëzve? Po, më. Po. Ka ishte një magjit njerëzve? Po disha ka bota tani. Këta të famshme për kështu dashuri që është vinë. Pastaj janë edhe politikanët që vinë e kërkojnë vota. Po jo vota nga unë, kërkojnë të bëjnë nuska dhe të ra dhe rituale që të vërsul gjindet partisë kundërshtare. Fusa ka, do pa takseni. Ma me këtë zërë. O, që ka dhade. Me gjinu si më mendoja kur që pëse e kështë vërsul gjindet për dësë për net nuk e ngrenë. Po, prit, edhe futë qikë në WhatsApp dhe shive si duket këtë tipi, se masë se kejtë den. Edhe po të mjetë shoqi. Të shoqi këtë tipi. Prit pak. O, da me ka më shtetë durët ke barku I shnorë shpërgjë se këni pa, që ka me thinja. Jo, po shishi, ka vëtë dorë edhe që mos a jofësh nga duar që ishtë I barë, edhe dorezat janë të barë. Me një mask që nuk I rika do të se I del gusha poshtë, ese,
Nuk dallet fare që është qerimi. Bëjnë magji për vota politikanë. Si që ka vënë kapuçi me duken flokët. Sa tur për zotë. Nëse, inshallah në ditë harron me bë maskën ta shohim kush është fejmi dhe. Pa meni veç kërkesa kanë, vinë edhe me foto. Sa foto ministrash e deputetësh me kanë ardhur në shtëpi që të lënë gratë të martohen me këto që më vinë, sekretarët mbajnë numrin 1. Ato duan të kalojnë nga sekretare në grua. Janë dashnore në fillim e pastaj kërkojnë të Sekretarët marrin numrin 1. Do të zëvendësojnë gruan sekretare plagu me foton e prorit saj. Sali Berisha. Po politikanë me çfarë foto vinë? Apo me foton e sekretarës. Ke logon e PD-s-jave PD-s normal. Vjen një nga tani, imagjino të sekretare vjen me foton e Salës. Dua këtë ta kem burrin tim. Klej ky lirin. Po. Je du vrai, është Sala është ma. Sala është ma. Bëj magji që politikanët të lënë kokën pas tyre. Po kur vinë edhe gratë, ka patë raste që njëta foto më ka ardhur edhe nga dashnora, edhe nga gruaja. Të dyja kanë një qëllim. Po se marrë vesh gruaja çfarë do? Se mirë dashuria do t'ja marrë gruas, po gruaja kujt do t'ja marrë? Është kështu mos i lufta e mirës me të keqen në burr. Qoftë shikon që me vërtet po ti ke burri, shkon ke ky e thua më ke bënë magji, po të kam bë për çdo. Po jo për nuk e di, ashtu që lloj. Okej, sulja e saj, sekretares pra. Po, ma ish sulja e saj. Po. Ish me magjin. Ne bër. Gjendet asaj të rinë shtëpia. Po, është kështu si e mbarë me zezë, nuk e di si është pikë. Ta kenë për vete, edhe se merr vesh gratë. Këto janë për të qeshur, po ka raste që vinë edhe të bëjnë gjemën, që se morin burrat që të marrin pasuritë. Kanë patur edhe kështu situatash kur gratë kanë tentuar të bëjnë magji burrave me rrobat me djersë që ua këndojnë. Gjakun e me Ky duhet që s'po lexon fare. Që pja këndojnë gjakun edhe pja këndojnë gjakun. Edhe po ekziston një rast nuk ka pasur se duket sigurisht pas gjithë rastet e botës, ëh. Është një rast tek duket që se kanë pas. Si më thonë, ke pasur rastin e asaj gruz, e kanë pasur. E kanë pas. Jo më lart se dje. E kanë pas. Sot mjes kemi një rast tillë. Erdhi gruaja do të pasurinë e burrit. Po çfarë bëhet? Okej, prit tani duhet në një video me Hoxhën pse apo jo? Po, na ka marrë madhe për s'na ke begëtit fare Hoxhën, vërtet shumë të. Po vetë të thonë që gjë që thotë kur rusët nuk e kanë ditë se çka ka kënë aeroplani privat? Jo, s'kam dëgjuar. Thotë kur rusët nuk e dinë dhe kanë ditë se çka qenë aeroplani privat, unë kam parkuar aeroplanin tim në aeroportin e Moskës. Çfarë bëj gjredi është. Nuk kanë pas nuk kanë ditë çka është aeroplani privat. Unë e kum parkuar aeroplanin tem në aeroport të Moskës edhe ka qenë për disa vite aeroplani i vetëm privat. Unë jetën time gjithmonë ja kum pas një gjysh i cili më ka thonë gjithmonë se ti kur të rritesh ti do të udhëtosh me aeroplan, shembull. Okej. Ti gjithë gjyshit që duan shohin fëmijët e lumtur apo jo. Kjo tregon qartësisht që rob kur pasurohen, fillojnë mendojnë sikur janë zgjedhur plagë, thonë në mënyrë natyrale të lind ajo dëshira plagë që unë jam i veçantë plagë, se prandaj shis jam unë, sa i veçantë jam i pasur. Se mos ta mendoj tani ai po vergonton lloj njerëzish, rajkën e botës. Po, pse sa mendoj që është i vlerësuar. Ishte gjyshi ti do thosh me aeroplan. Gjyshi shketa e dinte çfarë ti një ditë ke për të udhëtuar me aeroplan. Ta premtoj gjyshi. Knaqesh me aeroplan, gjë. Po i ka gjyshi bur. Dhe pse ka udhëtuar në aeroplani kemi ndi zhurmën. Do thotë se ti do të udhëtosh me. Ka pa aeroplanin ai në aer, plagë dhe ka thonë ti do udhëtosh me avion. Po ai mos e ka menduar që do bëhet pilot. Po mase, po pastaj gjyshi pa një vilë aty tha, ti një ditë ke për pas një vilë. Dhe më shumë se një vilë. Pa ca pem gjyshi tha, ti një ditë tha do kesh një park aq të madh, sa që nuk do kesh nevojë me dal nga shtëpia. Gjyshi kështu si ato. Okej. Ti një ditë pagu një peshk, tha, ti një ditë ke për të bërë peshkatare më i mirë e gjithë biznesmenëve më të Kosovës ka. Çfarë thua? Ti pastaj pa një gjallë tha ti ke për të qi gjallat më të mira. Po, ke për qi shumë gjallat mira. Po. Nëse. Me aeroplan, unë s'kam ditë çka është aeroplani në atë kohë. E vetë thot ka pa aeroplani, unë s'kam ditë çka është aeroplani. Ky më ka jetuar në kohën që nuk ishte shtëpi aeroplani. Po gjyshi kishte parku tronin me kodë, më thënë. Ishte përparitar. Po, gjë. Do me kum
ose ti do të folë shumë gjuhë. Dhe Ja thënë gjyshi këto gjitha. Ka thënë Gjyshi gjyshi do plagë folë që shumë ka gjuhë. Ndërkohë që këta ishin në pushtimin nëse ka qenë në Kosovë, ka qenë në pushtimin e serbëve, normalisht do detyroheshin flisin serbisht, ndoshta mësoshin në shkollë. Edhe shqip shtëpi. Të flasësh më shumë se një gjuhë. Ti ke përqenë më i mirë në botë. Gjyshi. Ti do parkosh avion privat në Moskë, do din çfarë për avion privat. Më kapi që këtë dohën e të drejt një gjyshi herë. Dahonin. Jo. ti do të kesh shumë miq edhe mbretër. Qasi pas ka thonë Gjuar, ti do kesh shumë miq edhe mbretër. Si ato prallat, ato prallat. Rëm shpjet të pak tani kur mendoj plagu, kur të bëhem unë gjysh, edhe unë do të them kështu gjona plagu, sepse nuk e di, një ditë dalë dhe ja këshizi imagjmen, më ka paston gjyshi ke për të bë astronaut, ke për të bë bankier, ke për të bë, ti tani do qellosh një nga këto, e kupton? Ke për të bë barbon. Ky ka qenë, tash ka qenë një moshë nuk dinte të çishte avionit, domethënë ka qenë shumë i vogël. Si ma më këto që ka thënë gjyshi? E ma mend se këto kanë shenjuar në jetën e tij. Ose gjyshi shkonte në një ditar, se kanë qenë çik çuditshëm atë. Po, shkoi në ditar gjyshi. E mora nip që në ngritë në krah, edhe i thash të shenjë. Bajtana, po djoj. Se s'ka ekzistu termi president, apo diçka tjetër. S'ka ekzistu termi president. I tha gjyshi këti. Ti ke përqenë termi president. Termi president nuk ka ekzistuar, do ngori amerikanët shumë presidentin e kanë pasur që kur janë kryer 1776. Ky tani po tash vetë si më. Është boss. Është boss. Është president. Është president, është terminal, është çdo gjë. Çe ka thënë një gjë tjetër gjyshi? Dhe sinqerisht unë kogjë prej thonjeve ti të shpeshta, ashtu, unë kom fillu të jetoj me te, dhe si i ri, kom inventu shembull një gjuhë që s'ka ekzistu fare heq, kur rëst nuk kam pas. Qa të thima? Ka inventu, ka kriju? Ka që vogël, kam një gjuhë që nuk e dinte njeri? Po. Si që është gjua letemi. Gjyshë si do je me pidhin. Okej, të ke qenë gjyshi, le të flasim për gjëra amatore që të bësh në jetë. Nuk e di në gjë. Pidhin gjyshi, si do je me pidhin. Nuk e di. Nuk e priti mirë gjyshi. Nuk e priti fare. Se priti mirë. Hoxha janë. Allahu që të ciklo jetën dhe vdekje. E çfarë është mes këtyre të dyjave? Çfarë është mes jetës dhe vdekjes? Përfillojmë me provë për të sprovuar secili për ju të jetë tepër mirë. Pasi ku po të lëmë Allahu në xhadi për kuptimin e jetës. Jetë provë, me të mirë, qëllim, jetë provë. Qa po normë zot, që ka i muzikë aty Hoxha duke kënu me i Hoxh tjetër mrena. Ku është mrena? Ishte super ripunuar, tani. Nëse ishe fare. Okej, do ta fshikë që është kjo Hoxha degeneron. DJ Brea. DJ Brea ka i zezake plako Andresa, duket e ka emrin. Edhe ajo plako është braziliane, duket e zgjedh sa gjona ti, po sot Mongoka ka marrë një gos tjetër bardh. Gjëra tani. Atëre fillojmë njëherë me kontrabilen. Vetëm duhet të përzihesh mirë se të gjithë njerëzit kanë shumë qejf kur përzihen mirë Andresa. Ju keni parë si për bravo, ja kështu i fut duart Andresa, me ndryshimin e vetëm që ti ke të bardha e ka të zeza. Çfarë diti që e plas realitetin aty ama. Nuk është fare racist, se ka treguar shumë herë që nuk do të di fare se çfarë ngjyrë lëkure ka tjetri përballë. Hiç. Bravo DJ Brea. Po si ky arditi kur isha i vogël unë profetoj se ko. Ky arditi më duket gjithmonë si kishte një orientim tjetër seksual, por doli që ishte shumë kurvar, e kupton? Po është kështu ajo plako. Është një mënyrë për të larguar mizat. Largon mizat. Pra po ti po kështu që ama se arditi është bytëqira bërë, e kupton, edhe vetë tjetri largon me arditin, arditi vjen krye në shtëpi me arditin. Menje. E kupton? Ka qenë stil. Për shembull, me këtë rast, me që më kujtove mizat, di çfarë bëshin në britanikët plako dikur, kur loznin golf. Jo, po do ketë një lidhje me mizat, besoj. Po, e dëgjova online plako, nuk e di sa është vërtet tani, po. E vërtetë ishte plako që merrin një indian, ato gabel aty, në Indi, edhe e lynin plako me reçel. Me gjak. Gjithë mizat shkonin. Edhe hanin. Jo, gjithë mizat shkonin ke indiani me reçel, dhe këta lozin, po pa i pisku mizat fare, no? Si, po, se buri, shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Po nuk merrshin dot një... Ja, nuk merrshin dot. Doni vetëm një indian. Ja, nuk merrshin dot, doni një indian me reçel. Po, dhe diku që e bukur?
Që kur marroshin golfin ata, ti indiani merr të reçelin në shtëpi. E hante me ato në shtëpi. Kështu paguaj domethënë. Si ishte skllav. Po vetëm se mundet të kishin ngel ca midë apo jo. Po Kishin çike vështirë i pasur. Nuk e di ka pa video online me indian, po se i kanë shumë problem. Pra, mizat mindjen. Ato po hajnë njëri tjetrin, jo. Pjesë e kuizinës le të them. Guzhina indiane e qanë. Është shumë interesante, do që ta keni dhe ju parasysh domethënë që po, jo, dordoleca me reçel jo, indian me reçel po. Po. Po duhet indiani, nuk mund të vësh thjesht një dordolecë sepse. Po sepse edhe duhet i ndjekje, kupton, duhet të ketë dy këmbë që të lëvizë me këta. Do të ketë një që ta kuptoj dhe miza nuk është budallaqe, ato po që po që ka më këtë bëtçia, ka më kështu. Që si don edhe një moment shlodhi argëtime se lodha aty mes diellit të lut golf për shembull. Llapi që bie dhe thon, kështu lodhën sot, shif ka e vërsi janë. Po ti pse ke ly vetëm, je ly dhe ke gryka. Po se kam i mbrëmje pas të ndarë. Po lyja kokën e... Kam i mbrëmje nga la. Qaj mbrëmje këti. Kam i mbrëmje nga la, thot indian. Kam i mbrëmje hala. La. René Refo e ftuar. Që ka thënë, nuk e di, se ma i men. Gjojmë. Qa thot, amo? Që se përmënd trotuarin? Se zjati aq pak eksperienca aty? Ne kemi punuar bashkë 4 muaj, kam qenë te trotuari. Për duhet të treguar historinë e saj, plagoj, e kemi folë të herë? Që, ka punu prostitut në trotuar? Jo, ka qenë ke djela me Manushin, plagoj, po nëse mban mend ke kemi folë? Jo. Po, kjo ka qenë ke djela e Manushit, plagoj, por në podcastin e saj ka thënë që patë kjo postoi diçka në story, duket për atë postoi diçka kundra Antonela Berishës, sa diçka e tillë. Si guxojnë këta që ftojnë këtë në studia ku dëgjohen, edhe kjo këta më thanë hiqe tweetin, unë se hoqa dhe nuk rinovua më kontratën që kishte kjo. Tani po tregon një version tjetër të saj. Te Gjenerata Top, kemi pasur kontratë, domethënë, mbare kontrata, me thënë drejtën edhe unë nuk është se kisha ndonjë insistim që të vazhdoja ose të shkoja ta bisedoja prap që shikose ndoshta mund ta vazhdoj me tjerë, sepse nuk është se unë ndjeva shumë rahat, jo për fajt të formatit, thjesht ndonjëherë nuk përputhesh, është si thua të kesh një mashkull. Kupton, pa pritur është thjesht të zgjedhje kësaj personale që se vuna ujë të zjarr, nuk i pëlqej. Para herë kontrata 4 mujore, kupton? 12 javorshë, nëse ke vëre. Pak shumë të rëndë. Nuk e dihet ku e nesër. Drejt. Ato jetin me kohën. Thjesht më bën përshtypje plago se shumë veta që ftohen aty nuk paguhen. Por kjo është paguar me një kontratë, dhe se kuptoj pse duhej për shembull Top Channel apo vet ai që i ka dhënë rrogën të mendonte që kjo ishte një personazh për det aty dhe për tu paguar, se mund t'i thojë për shembull rrite për qef, ata ftojnë shumë njerëz aty, këngëtar, milion artistë. Nuk e di, po kjo është ide brillante besoj. Kush është kjo, domethënë, okay, po marrim dikë për shembull, mamaja e kësaj për shembull është Julia Iliriani me Demek, është një Kjo është vajza. Kjo është vajza. Është vajza, po tani vetë vajza kësaj, po s'do të thonë që ka diçka, për shembull, kjo profesion. Çfarë profesioni ka kjo? Ose do të ketë profesion, akoma ti me profesion, çfarë profesioni ka kjo? Po jo, po duhet të kesh religion, për shembull, je psikologe, do të marrim se po flasim për religion, psikologji. Je artiste, kjo është në art. Po atëre Po mirë, tani ai muti Ronaldo Sharka ti do thuash është gazetar. Po pse thu muti dhe pastaj thu Ronaldo Sharka se s'po të marr. Po nuk e di pse me një fjali nuk e di se shkojnë ndonjëherë. Sa gjëra, si puna indianët me Recep, këto vin bash. Nëse ka ose Shqipja. Çfarë profesioni ka Shqipja? Shqipja nuk ka si profesionist duhet jetë aty, po e vërteta është që Shqipja është produkti Top Channelit, i produkti për punë. Kjo është produkt, do thuash. Kjo nuk është produkt. Është produkt para çel kjo. Kjo nuk është produkt, kjo është produksion. Ora kjo ka një potencial. Ka një potencial të bëhet një Megi Bojani, po s'arrin dot shumë larg. Ky është potenciali që kanë parë. S'ka si ta bësh me ato kyçet e trashës si Roberto Carlos është vështirë. Po thon drejt. Nëse të zgjobëla akoma pa për mua. Sa vite është kjo? 15. Pa formuar, po. Thjesht nuk të pëlqen ai, nuk të ngjit ai, më kupton? Edhe kjo ishte domethënë nuk se nësu ndjeva rehat. Ku ndje rehat, pra kjo e bën sikur ishte një zgjedhje personale e kësaj, domethënë që thjesht largohej dhe mos merrte një rrog. Se besoj. Por jo, unë besoj. Ti se beson, por unë besoj. Sepse është e vërtetë.
Ren Refo. I ftuar në Dritare TV. I ftuar në Dritare TV plako. Pandeli Majko. Ma me Pandeli Majkon? Po, ai underi. Po, Dritare TV plako në fakt e ka kjo Rudina Xhunga. No, Ajo që ka hongër atë grusin plako dhe i kanë ngel që atëre. Po, i kanë ngel gunga. Po, për efekt kërës nga që... Ajo nga që është nga jugu i thot Xhunga. Po, edhe ishte dhe kështu si më tingëllon dhe më bukur Xhunga. Po, Xhunga Dunga. Po, gjë tani. Unë votoj në Tiranë. Po. Pse do të votoj unë Juve, zoti Majko? Votoj Ilir Metën. Këtë votoj? Ilir Metën. Jo, se ka votoj di unë, se dini ju. Unë po të pyes se pse do të votoj unë ty? Kam shumë të vështirë të mbush mendjen ty, kështu që Ti votoj këtë duash. Se si është si një treqet e butë. Duket pak absurde plako fakti që ai pyet një politikan që janë zgjedhur. Ti votoj ti, po. Edhe thot, pse duhet të votoj ty? Besoj që është pyetja më e bukur që mund të bëhet një politikan. Domethënë që po ti jep mundësi që ti aty mund të shesësh portë, mund të thuash do bëj 100 projekte, domethënë është momenti jot. Dhe ai thot, votoj Ilir Metën. Diun. Po jo më burr thotë pse votoj Ilir Metën. Po votoj Lahjen prap. Ç'të them unë? Po zorion thotë të mbush mendjen ty. Ndërkohë që nuk është aty për atë për popullin. Po votoj Beqen pra, gjithë në Qamburg, po. Votoj Velia pra, ha ç'të them. Votoj Veliajn, ç'të them. Po këtë Hamburg gjithë, thotë. Po votoj Burgun pra, 313. Atëre? Po pra, i vazhdon. Po i ka për të një vlerat. Dhe si votoj në Burgu është një godin, po votoj Godina pastaj. Po Godina nuk votohet sepse është thjesht mure. Votoj mure. Votoj mure, për ç'të them? Votoj mure. Ç'të them? Do votosh mua. Po të lutem tani. Ne kemi ardhur këtu për të bërë këtë emision e vërsi si Karagjoz, nuk e di kë merrni kaftoni. Po, normal, gjë. Të lë jashtë liste. Më lë jashtë liste. Po këtë zonjën e lë jashtë liste. Mua më lë dy i humbë kështu live. Po të betohem, më duken shumë të drejta si logjika dhe është marrëdhënia me të vërtetë. Pse e the që të votoj Ilir Metën, unë se kam vendosur për këtë votoj. Duke qenë si s'ka parli. Po se s'ka palin votoj gjithë Ilir Metën, atje kanë ndryshuar. Duke qenë Kukës, s'ke parë ti se ç'po po ndodh këtej. Më fal. Ti pas ke drejt me kush, pas kanë drejt të hedh në kunj? Jo. Kunja. Më pëlqen këtë kunja dhe nëse sa si gjë Pandeliu që për efekt komoditetit në ka qojmë underi se Pandeli Majko ka. Pse ke çu si butë bur? Si natyrë. Gjithmonë kam pasur respekt për Pandelin, po më ka rënë shumë figura kur pash këtë video. Po pse? Se prisja që ti ishte më strateg, më këtë gjë. Nga kjo video të nga kjo video. Bja ke drejt. Unë se di çka ka bërë Pandeliu, është 30 vjet në politikë, nuk di çka ka bërë në gjë. Ma me një pozicion? Ka bler shtëpi, ka... dy fëmijë, si kokra mollës, është bë gjysh, po. Po me kredi, besoj, me kredi si gjithë. Me kredina si gjithë tjere, kredina të pojë, komplet. Kredina të vogla mërë, a gobden? Dina, po që dhe kredina. Plako, e të mërshme. Më doli një video plako me thonë drejtën e Sophie Rain, nuk e di e këtë gjurë. Sophie Rain plako është OnlyFans modeli nëmër 1. Që është pornostare, se nga emri duke të hëmë si pornostare. Sophie Rain është OnlyFans i më i madhë, accounti më i madhë OnlyFansit në planet, që bën diku ke $3 milion më duke në muaj. Oj, lumë pili. Po, edhe kjo tani kanë dheri video këtu, edhe në video plako është kjo normalisht, me i tuf me lek duke fshirë lotët. Edhe komendet plako janë perl. Femrat plako. Parat nuk mund të blejnë respektin ndaj vetes. Si blindo dignitetin. Joni i çunë vot. Po plako thotë kjo është duke shit port me lekët tona. Nuk e di kush janë këto bullën që bëjnë abonim, nëse ka plot, aha. Çfarë thon tjetër? Respekti ndaj vetes nuk ka shumë vlerë. Ka shumë vlerë. Nuk e blen dot me para. Kurse njëra thotë kjo bën 3 milionë në muaj plako, do sa lekë bën, e kupton? Edhe kjo njëra thotë personalisht thotë respekti ndaj vetes time thotë është më shumë i rëndësishëm thotë se sa paratë që ti ke. Në zotim ma. Ai po fshin lotët me tufa me para ndërkohë. E di ça pash, nuk e di, diskutuam ato statistikat që tash dikur për këto OnlyFans models në Amerikë? Po, kemi diskutuar disa, po. Po, do me këtë prapë së gjejme. Këto kush abonohet, po janë gjysma e abonohet në Amerikë, abonohet. Po ne kur do të hapim një faqe OnlyFans, sot që kam shumë. E kemi qëtë patraonin, plako është... Po them që të shesim në i gjë, për në i pjesë trupin e i. Tipit, ndoni të shifni syrin e profetit? Nuk e dia, kanë vajzat me shami stil, pyesin dika. Do ta djesh?
interesant. Do një qifni tiroidën e Luciferit, ka. Qa është? Po është shumë e mirë. Prit, që thete? Sa e gatshëm të paguar? Qa është kjo? Na kam vajzat me shami stil. Për sa i përket shamis, unë vetë jam muslimane, praktikante, patjetër. Kur vendos dikush që të mbaj shamin, mendoj që ka arritur një nivel shumë të lartë ose një nivel të caktuar të besimit, se nuk dua Ka arritur një nivel shumë të lartë ose një nivel të caktuar të besimit, thotë. Kjo vetë nuk ka perçe plako. Na egzageroj që kjo nuk ka perçe vetë, prandaj thotë ajo ka më të lartë, vazhdo. Sa të lartë ka ajo? Shumë. E ka shumë të lartë, ka shumë fare të lartë. Pra çdo femër që ka një perçe qëndron më lart se çdo femër që nuk ka një perçe. Të them apo të fyej vajzat cilat nuk kanë shami apo ato që kanë shami, të lartë apo të ulët nivelin e besimit. Është një element. Kjo sa po thatë kundërtën, po nisë. Jo, nuk do t'i fyej, po Nuk do t'i fyej, po prave tha atë fjalën. Po nivele ka, domethënë kur ka nivele ka dhe disnivele, mos harro. Shumë e rëndësishme me besimin tonë. Dhe ne e dim se për cilat arsye Zoti i Madh ka urdhëruar që ne të mbajmë shamin. E dim pikën fillestare që ne të tregojmë që jemi muslimanë dhe kudo që shkojmë të dallohemi së të tillë. Ose dia që ka një arsye të kryesore pse u vika ajo perçe që ti dallohesh. Po meshkujt musliman pse mos dallohen duke marrë ata perçe, po duhet marrë. Se nuk dallohen edhe meshkujt musliman, pa i zotë, pa ti kos. Qa filme është bëndë dhe ti, kur bënë kështu, kur putesh në rol, dhe më thënë që do t'i apësh veten. Po të reqereshi, dhe rrove pa të reqereshi. Unë tek niveli i shamis jam shumë e përmbajtur ose shumë modeste. Po, në sensin që nëse vendosim të mbajmë shamin, do mbajmë shamin sipas urdhëresës dhe sipas asaj mënyre të bukur që vetë Zoti e ka përshkruar se si ne duhet ta mbajmë. Mënyre të bukur që vetë Zoti e ka përshkruar, që vetë Zoti me dorën e Zoti në një moment tha do të përshkruaj tani se si duhet të mbajnë femrat shamin. Më lër, i tha atyre që viqërinë vërtet. Lërmëni sot ndarke se sot do të bëhet me shkruaj. Ka kap. Lërmëni. Imagjino plako sikur Zoti ka ekzistuar, domethënë. Imagjino sikur një ditë ka vendosur që të shkruaj një libër. Edhe ky është libri vërtet. Po libri është me pralla, me fantazinë e vet, me qefin e vet. Kurani mos urani. I tha ai aty në të prandaj që të Kurani. I tha Kurani mos urani. I sekond bleni në radhë se sot të do shkruaj një libër. Imagjino. Edhe sot do bëj dhe 2, që do bëj sot? Do bëj dhe 2 njerëz. Kollaj ka. Çfarë njerëzit do? Doroni se kemi pasi gjë akoma. Po, do bëj shumë gjëra këtë, do bëj një Big Brother më të madh që keni pa ndonjëherë. Do filloj me 2 njerëz herë. Po, do vëmë ca rregulla dhe do filmohet live çdo ditë dhe neve do t'i gjykojmë dhe në fund del fitues ata që do vdesin dhe do qëndrojnë, do bëjnë çfarë. E fillojmë nga një epokë guri, le të themi. Po si di si ta quajmë. Po dinozaurat ç'ti bën? Qiero, farrosi, puti meteorë, çaj mytje e bër. Marrë të kaj dinozaurat. Jo, nxirje dinozaurat për janë 60 milion vjet si fillim. Ose për sa nuk ka rëndësi. I kemi nxjerr për Zot, ke harru. I nxorëm. Sa vite kanë vënë dinozaurat? I nxorë po hiqet. Sa vite kanë vënë? Edhe të mendosh ai ngorti direkt. Jon. Po pastaj boni atë kraterin plako aty në Meksik, që të dukej sikur ka rënë një meteor. Neve tani mendojmë, ka rënë meteor aty se shikosh kë krateri këtu, po në fakt. Jo, ma aty kishim mbështet të Zotit, kishim mbështet të brylat, në moment sa harroj. Po, ishte duke menduar se çka ka në botë këtë libër se si vinte një histori për shkakun që ishte një qytet duke u djegë dhe shkon biri i Zotit aty. Biri i Zotit. Biri nesër. Ama nëse ne vendosim shami dhe përpiqemi përsëri të jemi moderne apo t'i përngjasojmë të huajve, unë nuk e kuptoj logjikën e vendosjes të kësaj shamie. E kupton, pra kjo thotë që kur ti ke vënë shami nuk mund të jesh moderne, ndërkohë që gazetare që ka përballë, gazetare çfarë ajo që po merr në intervistë, ajo është me perçe plako dhe duket që ka ly buz, është bukshë si është me thon drejtë më pjellë se kjo që po flet. Po nuk është puna kush është pjellë sot apo jo. Po, sot është modernizimi. Ku do ta japësh? Votën. Apo jo? Votën. Unë për shembull si skrepa ligji jam dhe japi Limedes. Normalisht sepse duhet të japësh dikujt tjetri. Ore, mamën që kemi polirë për si ka më parashevia. Si Markon. Parashevin nuk e leni me fut në Shqipëri më, morë vesh. Pse? Se kishte probleme me pasaportën. Po pra duhet bëre pasaportë, normalisht, ka skadu se ka jetu ke plerat. Nuk i ka skadu se ka jetu ke plerat. Ai skadon pavarësisht se ku jeton, skadon se ka një limit. Po pra, kur jeton ke plerat skadon çik më shpejt. Se ikën koha. Po jo më jo. Kishte qelluar një përmbytje, një shi i rrëmbyshëm. Edhe kishte larg edhe shtëpinë, kartonin çka kishte, domethënë. Edhe shtëpia ishte me të njëjtin material të pasaportës. Po.
muret e shtëpisë, muret e pasaportës, e gjitha, çfarë ishte. Pasaporta ishte pjesë e çatise, no? Edhe Po, ishte rrahti si tjegull, se edhe ngjyrën e ka tamam si tjegull ajo. Aty e lente pasaportën. Gjithmonë pasaportën e mate ke as tjegull, se kishte kështu si ndjesi që një ditë mund të kthehem ke veni. Po, Nëse kjo shiu ku ka vërtet rëndësi, po. Po, ky shiu tani qelloi që ishte shumë i fortë dhe e mori komplet me shtëpi, me kataninë, çoi atje ke shinat e trenit. Një që qelluan aty njerëz me ngjyrë të fuqishëm që që u përplaske ato plagë dhe nuk era poshtë shinat, se do ishte një katastrofë. Sot se ditë nuk do e shihshim Ilirian, si ka ai? Ilirian. Po, me paraqetin. Po dëgjova që ishin gjithë ato letrat e pasaportës nga uji, ishin po njësh, ishin po. Ishin gjithë ato ku kishte qenë Siri dhe ishte luftuar për atë. Ja, më nga shiu, ishin po kështu si tua pasaportës, so hapë dhe qia, mo. Nuk ave as i faqe, vetëm faqe. Po. E pe ku shkoj ke polici, se kishte shku deri ke policia por aty në aeroport. Edhe kishte thonë, ishte treguar pasaportën. Gjatë dhomës e qira. Po, ishte treguar pasaportën ishte tullu, nuk u hapë. E hapi kjo gritën gjithë fletët, varita. Kush je ti o zonjë? Unë, cili je ti më i zonë? Unë jam një ikon në vendin tim, dua të kthej në vendin tim. Nëse çfarë fatkeqësi. Nëse bëni pasaportën aty në aeroport ose si e bën? Jo, më çon prapë në shtëpi e kthej mbrapsht. Në Amerikë prapë? Po, në Amerikë. Në shtëpi tani, shtëpi i thonë që në shtëpi, domethënë aty sa shtëpi mund të ketë. Ai do polici më tregoi adresën ku e ke. Që të çoj me postë. Po, na tregoi adresën ku e ke. Stacioni i trenit Penn Station. Histori e gjatë të dresa shtëpisë. Po i nga këtu se gjeve. Ose ku ka gjova të një plago kur je kështu i pastre apo kur mendon. Në çdo moment plago i lëviz pas kërko llogari, nuk vjen njeri i dil boj, Po donin ta fusin Big Brother ti bënin një surprizë Clyde që ti thoshin që Clyde mos suqaj shumë se ka dhe më keq, po jo, nuk arritën dot se nuk e sollën për pasaportën. Po këtë gocën plago që ka dalë online që flet për kështu plago, për çunat me çadra, që nuk lejohen. O kam dëgjuar ç'është kjo çuna me çadra, Imagjino një çun me çadër. Një djalë me çadër duke mbajtur çadër kur bie shi. Po çfarë supozohet bëjë kur bie shi? Nuk e di, ta ndaloj, të bëj diçka që Të ndaloj shiun. Bibi babi ti bën. Duhet të bëj diçka, si mund mbaj çadër një djalë. Mos ja fut kot. Me të vërtetë, realisht domethënë të bez. Realisht pengon çadra ke meshkujt. Po, ma ul fare të dëshirë. I bëri të vërteta flago, nuk mendon? Pyetje të mira i bëri në fakt, pëlqeu po, kjo që ka idiotë komplet. Kush e ka gocë i flet më? Pa mendoj që janë thjesht do të bëhen viral, nuk mendoj që është idiotë të drejtën. Thjesht do të bëhen viral. Nuk e kuptoj si indiani mund të mbajë çadër. Ç'do të bëj kur bishi? Po të ndaloj. Po të gjej këtë parat, këtë makinë. Të ndaloj ti lutet Zotit të shiut, shiu doni. Ose të ketë shumë pilla që makinë, ose të ketë një pillë si puna ime që të më bërte koka e tij. I ke pa ato pilotët e MotoGP-s? Kur fillon shiu janë ato pilla dhe modele që rrin afër, edhe i majnë çadra. Kjo do kishte qenë tuk mban çadër i mashkull se ka një pilla që e mban. Po. Gjithmonë është njëra aty, një skllave që ja marr aty. Po. Ja marr në gojë, po ja marr çadrën. Po ja marr çadrën në gojë. Po se filloi shiu, nuk është shi zemra ime. Ja shumë goca që se besoj. Po çfarë bën nga shiu ai shkretë, domethënë mos dalin nga shtëpia. Po jemi duhet shkoj. Mos dalin nga shtëpia. Flasin gjithë si Megi Pojani wanna be plak, e ke? Mos dalin nga shtëpia. Po pse përgëllelen kështu, se mbien ti pus në çop. Mira jo. Nuk e duroj dot të them, pastaj smuret, vdesit, thjesht mos përdori çadër, a kupton se. Ti ke një xhup që ka një kaput shumë të madh. Kema. Imagjino të ketë ftohtë. E para punës një herë, boll se morë Super Giro. E dyta punës, si pak në kontradikt me veten. Që thua, të dalin në shi pa çadër, po dole pa çadër në shi, detyrimisht do kesh ftohtë. Jo, revishu trash. Po jo nuk ka lidhje se do lagesh, do thahet ajo në trut, do kesh ftohtë. Kështu që zoti na spodron në këtë. Të janë podcastet që qarkullojmë plago që ta dish se na herë ti më pyet. Ç'është gocë më plago? Janë podcastet plago që. Ka trup në kokë gocë. Kam thënë një herë që do shpërthejmë podcastet në Shqipëri?
Po e ka thënë dhe të doli fjala. Më doli për zotin. Po të mblidhesh gjithë të budallej nuk e di, nuk e prisja. Nuk e di, dëgjoj. Nuk e di se sot që ka dita pas ka material. Ali mas nuk ka gjetë me... Ka një anë që është bëll TikTok-u plak se shi që gjerkoha, shkaq. Piçkën e vogël. Halli Matë më ka gjetë me piçkën e vogël. Kësaj ka gjetë Halli Matë me piçkën. Kjo mund të jetë 40 vjeç plak. E ka fjalë me gocën apo? Dini ndonjë metodë. A dini ndonjë metodë se si ta përballoj? Do shkoj prapë atje unë. Do shkoj prapë. Jepni ndonjë advice. Kam house math. Në kazë një halli math. Nuk e di se shpresoj vërtet plago që të paktën këto video t'i bëjnë kur janë deshëm, kur nuk janë rregull plago, sepse realisht i bësh to për shumë një gjendje normale. Edhe thjesht thosh shumë që unë sot do kam piçkën e vogël. Të zonjën delegoje pak Maxit është një nga ndjekësit tonë. Po, një nga ndjekësit më të mirë që kemi. Eftillon ai, rregullon ai. Eftillon ai dhe ai nuk është se do ja zgjeroj, se ai s'ka mundësi shkreti, por të paktën do mundohet. Po nis çhalli ka me piçkën kjo tani. E ka shumë vogël. Çhalli ka, apo ka do të bëjnë gjithë virale bla. Çfarë është kjo? Pse të bëhemi ne viral? Ku jemi ne, por ç'na mungon neve? Ç'a them ne gjë për vetë që të bëjmë viral? Nuk e di plak. Nuk e di, po pash ieri video plak. Ke parasysh ku vetë i gazetari që duke tall karin dhe për një pyetje dikujt në rrugë dhe ai në rrugë është gati duke filozofuar plak. Do ka gjithë tjetër që e pret atë moment. Gjotina apo? Jo, ishte i huaj, po i bën një pyetje kështu dhe i thotë shumë që femrat thotë mendoj thotë që kanë frikë për të qenë vetëm. Dhe ndaj janë përgjithsisht me dikë që urrejnë. Domethënë me dikë që nuk e kanë qef, nuk e duan, po thjesht nuk duan të jenë vetëm plako, duan të ndihen të aduruar. Edhe unë mendoj se është vërtet që nuk duan të jenë vetëm. Okej, po domethënë prandaj thjesht zgjedhin dikë për mos qenë vetëm, për mos patur. Po. E kupton? Dhe mashkulli do adhuroj të paktën për ato minuta që ai do adhuroj. Dhe ajo thjesht do të ndihet që është vetëm. Kurse meshkujt do të presin më gjatë, pikërisht sepse duan të jenë të lumtur, do të vlerësojnë më shumë lumturinë. Që ai thotë çka kem të lidhë kështu. Ke pjesa që meshkujt më ranë çiki po. Pranoj pjesën e parë, meshkujt nuk presin. Meshkujt shijojnë momentin dhe thjesht në një moment të jetës besoj ngecin ose dashurojnë, le të themi, se si është kjo. U ngecin u dashurojnë mund të jetë edhe sinonime. Apo. Po. Të mendosh tani për vetë që meshkujt presin. Nuk e di. Nëse unë dëgjova në fakt një teori që më bëri shumë përshtypje. Është një hipotezë që thjesht mendoja sa interesante do ishte. Po sikur të jetosh plako çdo jetë të mundshme. Mendo sikur mund të jetosh çdo jetë të mundshme. Çdo njeri në planet, ti do jetosh pra nëse ti vdes, ti do mund të ringjallesh me atë që ti ke vrarë. Për shembull, je një vrasës në këtë jetë, ti vret. Pra ti në një moment të jesh ajo goca që ke përdonuar, ai mashkulli që ke vrarë, ai shoku që ke zhyt nga mrapa. Të gjitha jetët që ekzistojnë, janë 4 trilion jetë pak a shumë me kalkulime, supozojmë që kanë ekzistuar, dhe ti do jesh çdo njëri prej tyre. Do të jesh ai fëmia në Afrikë që jo do jesh një Putini sot, do jesh Napoleoni, po do jesh edhe ai që përdonon vret fëmijën e vet ku dëgjon. Si mendon? Si të duket? Duket shumë e frikshme, kohë që ke gjatë, besoj. Kohë e gjatë për ti. Jo, a mendon që shumë do të bëhet që njëri më të mirë po ta dije që kjo po ndodhte? Që të thojë, ore, di shkes dhe të më thojë këse dhe jem unë ai nesër. Nuk mendon që po të mendonim gjithë kështu, do ishim pak njerëz më të mirë. Ti tani do ta merrni këtë eksperiencën që kishe fituar si Putini dhe do ta shfrytëzoje ke jeta jote e ardhshme? Jo, ti këtë nuk e bën dot. Por ti çfarë mund të bësh është që mund ndryshosh jetën që ke. Për shembull, këtë që po jeton tani, nëse ti do dije këtë fakt, supozojmë dhe ti përballesh me këtë fakt tani, e di që do ringjallesh, dhe ti shef shumë dhe di kë dy veta që zihen dhe ti e di që do jesh dhe njëri dhe tjetri në një moment. E kupton? Por ti ç'a bën? Ti thjesht mund të ndryshosh rrjedhën tënde në këtë moment dhe kjo rrjedha jote mund të ketë pasojë më vonë, e kupton? Unë mendoj që gjitha jetët e mia në plak do i kalojë në një dhomë, ose vetëm të vrisja veten. Gjithmonë sa të mishirohesh në plak, dola si Putini, bab një të vrap veten. Nuk kam nerva plak. Po nuk kam nerva por të shijoj 4 miliard jetë. Ti nuk e di si e ka Putini, po ti mund ta ketë dyst fare plak. Thjesht çot në mëngjes, është vetëm. Se sot ka dhe frikë se mos e vrasin, për shembull, është dhe vetëm fare. Po tjetër 300 milion të Putini do pres Putinin.
Në ndërkohë që kam jetuar në Filipine si peshkatar kokërkari që më janë nuk e di më kanë hapur bysën. Ti je peshkatar gay një Filipine. ditë. Ti je peshkatar në Filipine gay, pastaj ngjallesh je lady boy që ke ndruar seksi në Tajland. Po mirë atë, po nuk Asgjera. as ngjallesh të kollaj, se më kanë rëmby për shkakun, më kanë futur në burg si ai duhet, apo dëgjon çfarë më kanë akuzu. Unë si që fare jam dhe gay, më kanë qenë mbyll, okay, po më kanë pardhonuar dhe më s'ka shiu. Kështu që imagjino tani të pres plako vetëm të vdes. Mendoj di që jesh babai jote. Po, babai kujtë. Imi? Po se desh çdo jetë. Po, imagjino, ajo ditë e bukur për shembull. Çish plak. Ajo ditë e fare plak. Ju fare. Shoj me si pres që të shoh plakën time. Mi nuk ishte interesante si kur ti ishe babai jot, ti mishe të qije plakën tënde tani, por do ishte edhe gjyshen tate do kishe nënë. Kjo është e bukur që ti ke zgjedhur që mos ta qish plakën tate apo jo? Dhe ti s'do lindje kurr. Ti thua, do s'do lindja kur plasi ka, s'do lindja. Kam 4 miliardë jetë tjera për të jetuar. S'do lindja unë kur. Se e shef si motë. Plasi po pra imagjino, të shkoj deri ke plaka, ke gjyshe, imagjino ti plako, sa herë që lind, aq i lidhur jam familjen se që merr një udhtim, paguan atë biletën dhe shkon shef plakën tënde dhe plakun tënd kur kanë qenë të ri për shkak. Po, imagjino. Si një stalker. Shky vietnamezi ka ardhur nga Qimrop të Bëshqirit. Se që është i vietnamez, që në rria ty ke dera, pastaj vdesi plako dhe në 10 vite vietnamez tani vjen një fëmijë nga Afrika. Në shef për ditë që punojmë. Na vjen nga shtëpia. Si direkte, me si pra si të qish plakët ta turp. Ja, nuk thash të thash dhe jesh për ball faktit. Për të rilindur ti duhet. Çfarë fakti do jem, unë thjesht nuk do lind 30 vjeç direkt kur janë 90.000, pa lidhje fare. Unë do lind i ri apo jo? Çfarë mos do lind i ri? Ti do lind nga zero. Ti do kesh të gjithë. Zero, po i ka merrim plak do jetë për shkakun derisa të lëvizit të eci me këmbët e mia që ke mundësi më hedh nga kati 6. Po kur ti je në fëmijën ti ka patë plak. Shoh që kod do jetosh 40 vjet se kanë do jetë në gjatë. Po, do ngjesh aty, ajo do jetë smerrë, do jetoj 40 vjet aty. Pra ne them që kjo nuk është fair, nuk është as loj, as shaka, kjo është smerrë, kjo është mallki. Ç'do bëj? Është interesant, s'mund të thosh se është, ta mendosh. Është e frikshme. Po profet, po ta lëshim. Je një kokra mos shaj. Jo, nëse. Në majtë malet ke lind ti profet. Po. Në një përdhunim midis një pellari edhe një fshatare atje. Tani më thuaj ti, mezi po pret që të jetosh të jetën dhe të bësh jetën e tyre më të mira. Po gjë, duket kështu si pa lidhje plako, po unë si një individ për shkakun që u kam qenë shumë i vogël, her pas here më çonin në një fshat. Po nuk po flas për fshatra, po flas për shpella. Po flas për faktin që në një moment plako, e ti sa e bukur duket ajo jeta. Sepse nuk di ti asnjë gjë tjetër përveç asaj. Ti nuk di çfarë është celulari, nuk e di çfarë është interneti, nuk e di çfarë është të dalësh, të kesh vëmendjen e ndoshta femrave se je flet bukur ose çat kush janë pjesë. Ti s'di asnjë gjë, ti fes del do një dele, aty do do të lash një lum del për jashtë. Ça bëre mirë, ha të shalcion. Po ça bëre çifja robë. Ka dhe këtë atë shalcion aty që merr ti buke domate. Po ti mendon tani se nuk do t'i bindesh fare ti babait për shumë autoritar që të futesh një drogë 10 vjeç. Po çfarë natyrale plak, ai 10 vjeç ty të rref. Tash është mëso. Se moshën tatë unë kam qenë duke bërë shtëpia. Është si puna asaj teorisë plak, që çdo gjë që na ndodh sot për shembull, abuzime që na ndodhin sot, dikur ne ishim si gjëra normale. E kupton? Për shembull, dikur femrat plak shiteshin për i thes patate, ishin pronë e burrit. Dhe kjo ishte normalja. Dhe duke e fjetur mendje një femër, supozojmë, a thua që mundet ta ketë përjetuar më pak keq gjendjen e të qenit plaçk? Se për shembull, i thoni gocës sot që ti je plaçka e ime dhe unë do të shes, normalisht ajo do jetë dhumbë psikologjike, plako dhe ajo mund ta vuajë psikologjikisht këtë gjë. Mund të shkojnë në depresion, mund të ketë ankth. Kurse me a thoni gocës që një gruaj para shumë vitesh, kur kjo ka qenë normale para 2000 vjetësh për shembull, siç thot Bibla, ajo për shembull është gjëja më normale asaj kohë. Dhe mendo për shembull sa gjëra dikur kanë qenë normale për ty dhe nuk të dukeshin abnormale, e kupton? Ndërkohë që sot ti e tash traumat e profeto. Traumat e fëmirisë që do marr nga një familje idiote që do më qelloj. Jo, po ti për shembull beson këtë gjë. Nuk e beson këtë gjë plako për shembull që mund të jetë vërtet fakti që për shembull
që ndoshta ne për shembull tani i vuajmë ca gjëra më shumë sepse ashtu i cilësojmë. E kupton? Dhe jo se si janë problem, po thjesht normal është shoqëria që ka evoluar ndër vite profesor, tash s'mund të thuash më zakut sklava automatikisht, jo. Ai ka luftuar gjithë jetën e vet që të fitonte lirinë dhe kur i thua ndonjëherë kështu si për shkak ka ofendohen direkt se janë pa humor, nuk civilizohen. Jo, janë afrikanët, mos i nda. Të them të drejtën plagë, ato zakët në Afrika më ka qellu njerëz më të arit se zakët në vende që ti mendon që janë më zhvilluar. Ato shikoj gjithmonë nëpër video, profesor, sa shikoj një video të njerëzve që shkojnë në thonë Afrikë për të parë se ku jeton gjirafa, për shembull, llavi që bie, janë ato afrikanë, aty janë njerëzit më paqësorë të mundshëm. Do më bëj xhira me rafën? Ai smerret veç nuk dihet si fjalë, s'kupton asgjë gjë, vetëm shef ti kështu si njeri i bardh. Po, se një moment lagu që këto zezakët lagu ishin këto punëtorët kinezë që po boshin një fabrika në çfarë bënin, edhe ishin një tuf zezakët lagu në një tribu aty në një kështu. Edhe shifshin ato kinezët lagu dhe i bonin me syt kështu si syt, e kështë të rishtin syt plagu mrapsh. Si, total karë. Total karë, lagu po i duke normale se thosh, këto janë kështu por do në kështu. Po, e njerëz me si me ndërkohë që në perëndim ajo do ishte, e kupton, ose shifshin një të bardh. Në Azi, për shembull, po të shkosh në Azi dhe ti je i bardh, gjithë njerëzit do bëjnë foto me ty, do të dalin në rrugë. Të njëjtën gjë do bëjnë në Afrikë. I bardh në plak qiera, po ti më si je i bardh? Po jam i bardh. Si veçik. Jam mret. Në vendin tim jam mret, po këtu nuk jam. Imagjino vali të talla. Në vendin tim unë jam mret, disi më vetëm me harem me gjëra. Po këtu se di, ju jeni më plak bëni mret vetëm mos ik. Imagjino plakot që ti ishe i mreti e një fisi aty në Afrikë. Dhe çfarë bëhet ti atyre? Kifsha fisin. Ta filloi civilizimi nga zero. Kifsha fisin. Çfarë do të thotë në gjuhën tuaj? Thotë ai, dashuroj fisin tënd. Njerëz të zgjuar të arrir edhe pa komplekse. Ai ka. Të nështruar. Po kifsha fisin thotë ai pra. Kifsha fisin ta do byll qirë mundi. O byllzi. Çfarë është bëzi? Ai që nuk e di ta që ka dy ngjyra të bardha të janë ndryshe. Çfarë është bëzi? Bëzi e ti. Ti je zi fare të zgjatesh më vetë. E di është puna, a ka mundësi të mësillni ca femra këtu të kërcejnë me ato rituale që s'po bishi ka 3 ditë ko barikane. Ato rituale të ndërbytës. Ato që boni ju kështu që kërcejni këtu afër zjarre. Jo, ato janë indianë ato. Ai me se ty. Ti do jesh ka indian. Duheni me rëqelka. Po, i ministri punëve të jashtë. Shoh që je shumë i gjindshëm, Niko. Faleminderit kryefis, fistar. Uga, si kemi? Uga, herë si vedim. Uga. Ajo ishte jeta ime e preferuar. Mendo për një sekond, gjithë ato afrikanët që vinë në Europë për shembull dhe mendo tani një afrikan që ka ardhur në Europë plako dhe në Francë për shembull normalisht, se ku do shkoj tjetër. Po Franca ka shumë fëmijë. Tani llogarit plako që ai ka shkuar atje dhe jeton në një komp të bardhë. E kupton? Dhe je pakis plako. Mendo sikur ti tani për shembull të marrësh familjen tënde dhe të shpërgulesh në Kenya. E kupton? Edhe ti vetë zvrapin automatikisht. Jo, i sekond. Sa vetë atje plako. Në avioni, ke supozojmë ke rrogë të mirë. Se ti do vesh për një jetë më të mirë, edhe ke i shtëpi të mirë. Dhe gjë tani po të bëj. Ke rrogë, po themi, po fus kod 200 euro, se ai më thënë atje plako. Mund ta blesh të gjithë Kenjën, pa lidhje, ëh. Ose gjysmën se pjesën tjetër kanë ato 4 zotërica, 5 zotërica që jetojnë në Kret. Në Kret, po. Tash vërtet ashtu. Si do jetoj ti plako? Si mendon ti jetën tënde plako me gjithë këto zezakët vërdall? Kam qef që ti jem i pari fisit. Jo, po ti për shembull si do prezantohesh atje shumë? Çfarë bën mirë? Po ti çka ke bë për shembull ti ku jeton ti për shembull? Unë do e bëj ju njerëz. Jo. Unë do e bëj ju që ti jetoni si njerëz. Po vetëm do jetoni më mirë se njerëzit e mi, se fisi im i vërtet. Ku ke jetuar ti në Belgjik, dhe thosh ti në Bruxelles? Unë kam jetuar, si ja them ku kam jetuar. Ja thosh ti. Mori për presion nesër pas nesër mu kërcënojnë familjen time. Ju bësira dhe mund. Po jo, ti buresh çila. Unë jetoj në Belgjik dhe si pasoj nga ka nga Amerika. Po, unë kam marrë. Ai se ka iden
Ai të ka dënë që është Amerika dhe Uga. thotë barika. Ka të palia uga ura, ri mirë. Çfarë do bëjmë thot ai? Si ti e mreti jon. Unë jam mreti juaj, mbledhni, po. Prini 50 pemë. Do ndërtojmë një shtëpi dhe s'mund të dëgjoj si të tjera. Në vërtet do zgjidhej një vend në Afrikë, ku do dohet shkojë, supozoj. Në Egjipt. Se kam dhe afër familjes këtu me Shqipërinë ka majtar. Ë? Diti vlaj që Egjipti ishte Mm. vendi më varikarin për të jetuar nga ana. Në vërtet? popullit. Atëherë Marok. E lash Marok. Rock më modern. Po në do kënaqeshëm më ta. Do bëhet tamam si ajo Mi do të jenë vende Ha? arabe domethënë, nuk është se do të jenë Civilization. afrikan më poshtë në jug. Po të duhet ti poshtë tani, imagjino. Ku shkosh Tash ai? vendi më i Afrika e Jugut bardhë, është- më i bardhë i mundshëm aty Afrika e është Jugut, South Africa, po. Ti nuk do më shkon në Afrikën e Jugut. Po nuk do të shkoj atje plak, se unë do të jem mbi si kavall, unë devi parë. Është ata që bëjnë. Okej, po mirë, po pse nuk shkon më në Somali ose në Nigeri? Po Nigeri do shkojmë në plako. vend që nuk kam parë fare njeri përveç racës Po vet. pra, Nigeri. Do rrezikoj. Pra ne ka një njeri. S'ka një njeri. Po pra. Një njeri. Ne shkon atje ti vetëm ti i bardh, plako, ata janë gjithë zevze. Se unë mund të rrezikoj të jetën time, për fat. Po. Ose diçka unë nuk do të rrezikoj fare jetën time, po do jem një nga ato jetët që do një hapësh që ka 1 miliard jetë. Duhet të flas me Nairobi, atë thon Nairobi është andesa, Nairobi, po, jo e kemi ja po vjen profesori, ai kështu i ka vënë filmin që jam okej, po i në vend tjetër që s'kan pas televizor ndonjëherë. Do të shkojmë në një vend të humbur fare. Ose në Isul Fiji. Isul Fiji. Isul Fiji mund të jetë shumë mirë, por. Ja mirë plak Bora vetëm Bora. turizëm që ka po. Bora Bora. Ata me Siçit. Unë gjithmonë kam pas të qevin për Ishte shumë Bora Fiqi. Bora. Një gjë Fiqi. Po kam pas gjithë qef të shkojmë Bora Bora plako, po kur mendoj plako pa qarrukë është. janë në mes të asgjës, plako them me vete një tsunami ndodhi, se ajo është si një puçër në aty në oqean. Mos ti di të notë po. Po çfarë lidhe ka? Po ti di notë por me Jo, komardara aty. Ti ke atë maskën. Jo. Ti thon po ke drejt. Ese. Nuk e di flakë, po mendo se Afrikë do ishte. E afrikshme. Nuk do ishte afrikshme vërtet, ishte shumë afrikshme Po, plako që aty mund mes të asaj plako jeti aty dhe do me bëj operim, do çem në Austri. Mund të themi që Austri e pranon babi. dhe ti për vetë. Ti kur vjen në shtëpi. Austri babi? Po. Austri mami? Po. Austri dhe unë për të në rrit karit, s'kam flet gjithë ditën. Austriva dhe unë. O, sa bukur. Shqipëria. Ej, mos harroni të dëgjoni podcastin dhe të na mbështesni në Patreon. Rrihet ditën këtu me gjithë jetët të mia. Të gjithë parat do shkojnë për njerëzit që jetojnë në Bora Bora dhe që kanë nevojë për barka shpëtimi dhe maska për të bërë snorkeling, që të shpëtojnë. Gjithashtu, disa parat do shkojnë dhe për afrikanët që jetojnë në Afrikë. Po, do bëjnë gati mua plak një ca tran që të kaloj lumin nga krau tjetër. Po, dhe rrechel për indianët, apo jo? Apo se lëm kështu. Po, me një rritje që keti në podcastit përfeton, vendos që të shkosh atje. Atëherë ne do bëjmë fap ngul të heshtën e ima. Unë që shkoj atje në Afrikë me legët e Patreonit. Kam një projekt, ai kështu bare ka. Kam një projekt. Uga. A do të kapin plako dhe të qinë në vrasë. Po. Tajnë edhe mishin. Po, okay, ikim në event tjetër, unë ikim në Indi plako dhe do i them dëgjoni këtu tani. Unë do los golf dhe ja ku e keni rrechelin, zgjedheni vet indianin. Po ne di indiani jemi këtu. Që keni gjithë indian për. Çfarë zgjedhim me rrechelin? Jo, rrechelin kam zgjedhur, zgjedh indianin. Rreceli është për zgjedhje që mirë manafer. Po, është me lule shtrydhe. Liu që nga kohë komut dhe pastaj ke për ta marrë në fund, o Gert. Rrechelin e kam zgjedhur. Gert Ferri më. Nëse ikëm, mos harroni të na mbështesni Patreon dhe ta shpërndani podcastin ke miqtë tuaj, të na bëni subscribe në YouTube, të na bëni një rate 5 star në Spotify. Po, gjë në Spotify, lutem. Në Instagram, ne nuk jemi komercial, jemi shumë underground. Në Instagram, ju lutem. Po, ju lutem, kredi. Ju lutem. Hajde, ciao. Puq.